Futbolli është art dhe si i tillë duhet trajtuar. Michel Platini. Mirëmbrëma dashur miq, mirë se erdhët në episodin tonë të tretë. Atëherë, doja të prezantoja edhe mikun tim. Mirëmbrëma Ruggero. Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi në episodin tonë të tretë, mos harroni detyrën tuaj që nuk ju kushton asgjë. Ju lutem subscribe dhe na ndiqni me like në kanalin tonë në YouTube. Falenderojmë sponsorat tanë Terrakota, shija e mishit më të mirë. Nëse doni të shkoni dhe të shijoni mishin tuaj më të mirë dhe të kënaqeni bashkë me familjarët tuaj, kaloni vetëm tek Terrakota pas ekspozitës Shqipëria Sot me kontakt 068 30 69 990. Berber Kings, që nga viti 2026, me 20 vite eksperiencë, sot nuk është më vetëm një sallon për qethjet në trend, por edhe një ambient shumë shoqëror ku klientët ndihen mes miq. Te ne mund të relaksohesh, të pish diçka, të bisedosh ose të shikosh një ndeshje. Ndërkohë që kujdesesh për stilin tënd dhe kalon mirë me mjekrën dhe flokët. Na gjeni tek Berber Kings në fund të rrugës Jordan Misja. Berber Kings, më shumë se një qethje, një eksperiencë. Doja të prezantoja të ftuarën në episodin tonë të tretë. Prezantimi i të ftuarës është Edonisa Aliu, ish futbolliste, kapitene Feronikelit, kombëtare U15, U17, U19 a Kosovës, ish drejtoresha e klubit Tirana Femra dhe aktualisht drejtoresh sportive te Gramshi Femra. Mirë se të gjejmë Edonisa Aliu. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që je pranë nesh për një bisedë ndryshe në këtë pjesë të parë dhe shpresoj të kalojë mirë. Faleminderit shumë për ftesën dhe jetë. Mirëmbrëma Dona, mirë se na erdhe edhe nga unë. Mirëmbrëma. Shumë kënaqësi kemi një futbolliste femër që ndodh radhë nëpër podcast apo emisione sportive. Është shumë kënaqësi që të kemi sot për të ndarë eksperiencat e tua me ne dhe me të gjithë ndjekësit tanë. Për ne është një eksperiencë e veçantë intervista me një futbolliste femër. Shumë faleminderit. Gramshi besoj në vend dytë momentalisht? Po. Atëherë, siç e dim, është drejtoresh sportive në klubin e Gramshit për femra, edhe udhëheq për disa kohësh këtë prej 2 vitesh. Okej, unë kisha shumë kuriozitet shumë të madh me Dona për të pyet si të ka nis pasioni ty për futbollin, që në fillim? Që në fillim pasioni për futbollin ka nis në lagjen, ku kam jetu, edhe kam qenë ajo vajza pak me si çun, kam lujt me çunat e lagjes, edhe pastaj familja dhe profesori im edukatës fizike ka pa që unë kam shumë talent për futbollin edhe kam shumë pasion, edhe të dy, edhe familja dhe profesori im kanë qenë mbështetja ime që unë sot jam këtu ku jam. Dhe momenti, e kujton dot momentin e kalimit tënd si futbolliste nga ajo futbollistja braziliane rrugës në një ekip? Po, unë trajneri im dhe profesori im, se kam pas dhe trajner dhe profesor në shkollë, më ka thënë që ti në pozicionin që je sot si drejtoresh ka qenë me të lindur, e ke pas në gjak qysh kur ke qenë fëmijë. E maj mend që unë isha në shkollë dhe ishëm në një turnet shkollor, ku aty kemi garu në shkollë, ku kemi zonë vendin e parë dhe kisha shumë dëshirë për ta kriju një ekip vajzash në vendlinjen time. Dhe ishte e pamundur të bëhemi shumë vajza, sepse dihet që vajzat në atë kohë para 10 vitesh ose 12 ishte shumë e vështirë për të futboll. Po, ka qenë shumë minorancë, po. Dhe unë së bashku me gocat që kemi qenë të shkolla që kemi luajtur futboll, kemi mbledh për 2 javë ditë 22 vajza. Dhe kemi kriju ekipin duke i ndihmuar profesorit tonë për ta hap ekipin te Drenica, te vendi im, edhe që aty unë fillova nga lagja në ekipin e Drenicës. Rreth 5 vite prej aty kam filluar te ekipi Feronikeli. Po si pozicion, fillimet e tuja? Fillimet e mia si pozicion kanë qenë mbrojtëse djathtë, pastaj nga mbrojtëse djathtë në qendër, prej qendrës mesfushore shkatruese. Shumë mirë. Pyetje tjetër në lidhje gjithmonë me futbollin e femrave. Pse është kjo ideja futbolli është vetëm për meshkuj, s'mund ta luajnë femrat e tjerë e tjerë. Domethënë, i ndjer në herë pjesë e paragjykuar të ndjerës vajzë që luan futboll?
Dhe për këtë pjesë duhet ma ndash edhe si lojtare kur ke qenë, po edhe si drejtuese Po. tek klubi i Tiranës, edhe tek Gramshi. Unë gjithmonë i ndaj njerëz të cilët të më përkrojnë dhe gjithmonë i jap shumë më përparësi atyre njerëzve pozitiva sesa negativa. Çdo ditë hasi me të njëjtin problem që kur ti thuti dikujt ose kam luajtur futboll ose jam drejtoresh sportive, shumicën e rastave i kanë reagime shumë interesante që për mua është absurde një njeri normal të ketë një befasi. Kam parasysh çovin shumë me mosbesim me edhe në u bë momentin kjo, që ti na futesh në drejtoj ne. debat, në momentin që ti futesh me gjerë me fol, ata ngelen me abije se pas ke talent për futboll. Ngelen si befasume. Normalisht njerëzit mundohen me të nënshmu, mundohen me tul poshtë, sidomos ti kur je pak më lart se ta me ditorinë e futbollit, po flas gjithmonë. Po unë për veti jam karakter shumë i fortë, i kam kalu si futbollist. Unë për herë kam marrë flokë të gjata dhe sot i kam qef flokë të gjata. Oj modele më kanë thënë që si ti për futboll, shkon modeling si futbolliste. Pastaj kur kalova drejtoresh, të bëni baba apo kur të bëni drejtoresh. Të fotollofiqet që ndodhin gjithë Po, për herë edhe babi im me të thot drejtën ka pas qef më pas si futbolliste. Asnjëherë s'ka pas qef më pas si drejtoresh dhe mandej unë kur kam ardhur nga Kosova në Tiranë, familja ime që unë kam pas pak si frikë mja thot që kam një ofertë nga Tirana, do t'ikja atje se nga se unë jam super herë me qenë afër tyre. Unë e kam biseduar një herë me shoqërinë, pastaj familja ka qenë e fundit që unë e kam folë që du t'iki te Tirana, se kam pas atë frikën që mos mërziten që unë do t'iki larg dhe babi im s'ka qenë djeni fare që unë do t'iki te Tirana deri momentin e fundit. Dhe te Tirana dhe te Gramshi ka qenë aftësia ime dhe puna ime që më ka ngritë sot ku jam këtu. Si është e barabartë pjesa, si duket ndryshimi domethënë Gramshi me Tiranën? Gramshi me normalisht Tirana është ekipi Me im. Tiranën. Aha. Tirana është ekipi i zemrës që unë e admiroj e dashuroj. Nëse kam biseda domethënë me këtë njeriu këtu, domethënë Tirana është domethënë veçmazi, domethënë sa herë flas me Edonë, domethënë si doli Tirana këtë javë, domethënë është. Edhe Tirana i ka, është ekip me traditë, është ekip i madh, Gramshi ka të veçoritë e veta që edhe te Gramshi njina shumë mirë, është një ekip pa emër, domethënë jo shumë i madh. Okej, po. Dhe që ne kemi bërë punën për me fol për neve. Ka dy dallime. Tirana ka pas emrin e madh, gjashtë që neve na kanë ndihmuar si sportistë dhe si drejtoresh, ndërsa te Gramshi e kemi kriju vetë me punë emrin e madh. Domethënë Gramshi nuk u njitet deri në momentin që erdhe ti. Patjetër që u njift. Patjetër që u njift si një ekip, por jo në një nivel kaq lart që jemi sot. Që konkurron për titullin kampion. Doja të dija një pyetje. A ka ndryshim kampionati i femrave në Kosovë me kampionatin e femrave në Shqipëri? Nëse po, ku mund të konsistoj? Po, dhe jam shumë i lumtur që unë jam pjesë e kampionatit shqiptar. Kjo ishte përgjigje? Po. Po me në krahasim të Kosovës, domethënë, për çik më shumë thash jam shumë i lumtur që jam pjesë e kampionatit shqiptar. Që unë se preferoj të jem pjesë e kampionatit të Kosovës. Oh, super. Okej. Doja të dija rreth aty ku na ndjek shpirti, domethënë, që pjesa e ndeshjes së djeshme Tirana Elbasani. Aty ku një 1-0 se po prek aty ku humb Tirana. Nuk e di nëse e ndoqën ndeshjen dje. E kam ndoq, po kam qenë dje në Kosovë me ekipin për një ndeshje miqësore. E kam ndoqë se kisha mundësi. Besoj që Tirana të arrijë mbjetesën dhe shpresoj që ka për të arritë, kam shumë besim te ekipi. Humbja tashmë është bë pjesë e jonë. Ajo çka këtu dhe e dilja. Problemin unë shikoja deri në momentin që thash më tepër, thash është problemi trajneri Nuhiu. Deri në momentin që e di që ju them domethënë se është i Kosovës, po deri në atë moment nuk bëri në fazë kush e di se ça, po mua nuk pëlqeu realisht pjesa e Nuhiut, pjesa e sistemit të Nuhiut, taktikës Nuhiut, kishte ato takticentët që mos më pëlqeu, ktheu mbrojtje, bëj rolin e mbrojtësit, nuk ka shumë. Tash ti ke mori ekip shumë të madh në Shqipëri. Ke marrë Tiranën dhe në momentin që ti nuk po jep për atë ekip, nuk po nxjerr atë ekip, çdo ndeshje unë shikoj që ti e di. Ndeshje për ndeshje jam në stadium, shoh Tiranën, më acaronte sistemin nervor, domethënë Nuhiu, trajneri Nuhiu. Por ajo çka unë doja të vlerësoja është deri diku ndryshimi që po vjen gradualisht.
sado gjendja nuk është më njësoj, Po. prap mendoj se do jetë diçka rreth do jetë diçka e mirë, po duhen këto 3 ndeshje Fitore. fitojmë se s'bën, se është mos gaboj Bylis, Vora, Flamurtari. Po. Duhet patjetër që neve të kemi 9 pikë. Momenti që kemi 9 pikë ndryshon pjesa Funditës. ngrem pa kokë, Po, mund morali, luash më teknikë. shumë, është morali, luajnë shumë gjëra pastaj. Pa çka se po mund vendet e fundit, është mundësia që ti të ngresh Po. kokë. Nuk e di nëse e ndoqi ndeshjen Tirana Elbasani, por shkurtimisht ç'a mund na thoje më tepër? Unë me ardhin në trajneri Jorges që është Po. trajneri jam i preferuar. Aha. Mos gaboj ka qenë Kosovë te Po. Ballkani. Ka qenë dhe në Kosovë të Ballkani, po unë kur kam marrë te Tirana e kam E ke gjetur. prek. Po. Dhe e di shumë E mirë vërtet punën e është. tij dhe karakterin e tij. Mu njerëz jo veç në punë, po më pëlqen dhe në karakter. Nuk e di kështu që- nëse i ke pa deklarat e shejt të këtë fund. Ke pjesa e thonte jo, po e ka marrë skuadrën e i ndryshova dhe skemën dhe prapë ndryshuan thot. Nuk e di, po shoh që ka po gjen problemin brenda Brenda familjes problemit. modës Tiranës. Sa Dhe mund dhe- kam shumë besim te trajneri që do bëj më të mirën dhe kam shumë besim që do arrit me na Unë duke siguru parë vjetesën. Shej na kanë qenë kampion. Mos harrojmë, Patjetër. vitin që ke qenë ti tek te Tirana, Tirana, kemi qenë kampion. femra, po, Tirana doli femra kampion, Po, burra kampion. po. Doli atë, po, ka Ishim në qenë vendin e shumë parë, shumë lart vjera. atëherë. Po. Okej. Erdhi koha të falenderojmë dhe sponsorët e tjerë. Auto Hocket është vendi ku nuk do blini një makinë, po makinën që ju dëshironi. Të gjithë llojet e brandeve me cilësi të garantuar dhe çmime konkurruese në treg. Mos hezitoni për të bërë zgjedhjen e dur, mund ta gjeni edhe në Instagram Auto Hocket. Gjithashtu dhe Flobes Park ndodhet 10 minuta larg Tiranës në Surrel, ku do gjeni oazin e vërtet të relaksit dhe kulinarisë, ambiente të këndshme mes gjelbrimit dhe freskisë, ushqimet freskëta bio, kënd lërash për fëmijë. Vendi ideal për festa familjare dhe evente. E gjeni në Facebook dhe në Instagram Flobes Park ose për prenotime në numrin e telefonit 069 20 30 830. Faleminderit sponsorëve tanë. Tani për e donën kishim para se me mbyll edhe disa pyetje shumë pikante që na vijnë nga Instagrami, nga çuna. Po. Nga çuna. Atëherë, pyetja parë është Gramsh Woman. Lojtarja më e mirë sipas teje e Gramshit. Ta kanë bëj çik me spec këtë pyetjen ato, që kështu mendoj mirë për Na ka përgjigjen. lënë surprizë, domethënë, ta bën kështu një surprizë Okej, unë jam shumë e hapur në ato që e tham për herë dhe jam e drejt për drejt. Lojtarja ime e preferuar veç dihet është Kenza, një lojtare që vjen nga Franca. Është gruaja e Dembeles që ka luajtur te Tirana. Kapiteni i Tiranës, është lojtari im e preferuar dhe mbetet pa diskutim lojtarja më e mirë e kampionatit shqiptar. Jemi me fat që ne kemi në skuadër. Okej. Ndërsa Kristi UG ka pyetjen goli më i bukur në karrierën tënde. Atë që ti do veçoje më shumë. Goli më i bukur që ka marrë në Shqipëri është goli më i bukur në jetën time. Ky është goli eksperjenca. Ne deshim dinim golin Në karrierën e time, karrierës. patjetër, e kuptova pyetjen. Golin e karrierës mund të them që goli më i mirë ishte në ndeshjen e fundit ku unë nuk e dija se do e mbyllja karrierën time. Ishte ndeshje me Dritën e femrave në Kosovë. Okej. Okej. Gerald Psheu ka një pyetje kështu që dihet. Po. Ekipi i zemrës në Shqipëri. Shikoje, që mos lodhësh, ja, ta bën me shenjë, ja. Tirana nuk ka modhe. nevojë, Tirana modhe. Tirana zemrës time. Okej. Gocat Napoli Club, mikesha më e mirë te klubi Tirana. Përshëndes Tetën Vjollc dhe Golden, të dyja bashkë. I dua shumë, të dyat janë mikesha shumë të mira të mia. Okej, faleminderit. Edhe pyetja e fundit nga Instagrami, Zërici është, a mendon që të kthehesh si drejtuese në Kosovë? Ky është podcast i lirë dhe do të flasim lirshëm. Unë Si e mendon? Domethënë Unë jam pjesërisht. shumë e lumtur që jam pjesë e kampionatit shqiptar. Okej. Kampionati shqiptar është në një tjetër nivel
në krahasim me Kosovën, që kemi bërë shumë një investim të madh dhe jemi shumë realisht mirë, edhe me konkurrencë dhe me cilësi, jemi më lart se Kosova momentalisht. Normalisht unë të ardhmen kam qef, nëse kthehem në Kosovë, do kthehem vetëm te dy ekipe që unë i kam shumë favorit, Prishtina dhe Feronikeli që mbeten, dy ekipe me traditë. Dhe nëse kthehem, do kthehem në një pjesë të fundit ku unë do ta mbyllja karrierën time si Edonisa Alio. Kështu që e ardhmja ime është jashtë Shqipërisë dhe Kosovës, që unë kam shumë pretendime për t'ik jashtë, sepse kam dhe oferta shumë. Po nëse unë do zgjedhja mes Ke patur Kosovës. oferta nga jashtë? Po. Edon? Po, nëse unë zgjedh mes Kosovës dhe Shqipërisë, patjetër që është në Shqipëri. Këtë desha të cekja dhe unë, këtë punë e ofertave. Nuk du me emra klubesh e tjerë, po themi emra shtetesh. Po, unë kam në Arabi një ofertë shumë serioze dhe në Turqi kam 2-3. Në Turqi. Turqia është çik më friendly, se më afër, ndoshta ajo Arabis mund të jetë më tunduse, po më larg. Nuk e di, jam Për më tepër në Arabi tash me këto luftrat. Po, siç është momentalisht nuk e di, unë urojm peace për gjithë, po. Momentalisht du ta shpalloj Gromshin kampion dhe unë jam në një kontratë me Gromshin edhe 4 vite tjera, sepse kam rinovuar para disa muje, por nëse është një ofertë shumë serioze dhe një ekip I cili ja vlen për të arrit karrierën time, patjetër që edhe Gromshi dhe unë do jemi të dy dakord për t'ikë për gjithmonë edhe për të ndihmuar Gromshin dhe për t'ikë për karrierën time. Edhe I pyetje tjetër kisha, jam kurioz të di, mbasi u largove nga Tirana dhe para se të shkoje ke Gramshi, paten I ofertë tjetër ku qëndrove pezull për të vendosur se ku? Me të thot drejtën që është shumë privat aja gjë që unë e kam folë me klubin e Gramshit. Unë e kisha me të thot drejtën një ofertë kur e mbylla te Tirana. Por zgjodhe Gramshin. Në Kosovë dhe e kisha shumë në mbyll, ishte në lidhje me futbollin, por jo tek vajzat, gjë që unë doja me kalu në një post tjetër dhe isha dakord, kisha rënë dakord, por kryetari I bashkisë më bindi dhe skuadra cilën e krijuam, më bindën për të rikthyr te Një pyetje të fundit. Pse u largove nga Tirana? Pse u largove nga Tirana? Unë nga Tirana s'jam largu, nga Tirana jam gjithmonë aty jam. Por vazhdojnë kontaktet e mira me klubin? Patjetër, klubi I Tiranës është familja ime. Nga Tirana u largova se ne kishim një projekt shumë serioz, gjë që arritëm në janar të jemi kampion, të jemi vend e parë, afrojmë shumë lojtare. Arrite qëllimin dhe u largove me kokën lart. Dhe ndodhen shumë gjëra, që unë s'do të kthehem me vllaznin, një debat që pat një përleshje, një diçka. E kam parë. Dhe na pastaj si ekip u stepëm dhe nuk e vazhduam. Më kujtohet pak a shumë ai debati edhe ato dhuna që Sherri nuk do bëjnë Shkodër, ë? Jo, në Tiranë. Po, dhe nga aty ne nuk e vazhduam projektin dhe normalisht unë jam pjesë e projekteve të mëdha dhe jam okay. Bëra një hap mbrapa për ti nga Tirana, por jo me zemër, por isha Po shoh që po prekesh realisht shumë se nuk e ke dashur. Isha I detyruar për karrierën time. Edhe I pyetje të fundit kisha unë për sa I përket karrierës tënde, kush është pengu jot më I madh? Si futbollist apo si drejtoresh? Mund të më ndash të dyja si të dush. Pengu më I madh nëse unë nuk arriti ta bëj Tiranën kampion. Të femrat. Për të vlerësuar kjo. Dhe pengu do kishte ngel pengu më I madh në jetën time dhe në të ardhmës nuk I dihet. Kjo vajza këtu që foli me aq dashuri për Tiranën, sa ke qef thafësh profilin e Donisës dhe dele Donisa me profilin PIN, do të thënë foto PIN këtu, është foto ku ka qenë prezantimi ke Tirana. Okej, Donisa, për ne ishte shumë kënaqësi pjesëmarrja jote në podcastin ton, edhe zbuluam ca gjëra që ne jo nuk I dinim, po dhe shumë tjerë, sepse nuk promovohen shumë sporti I femrave. Na vjen mirë që pranove ftesën tonë, që rrëfeve rrugtimin tënd edhe arritjet e tua. Të urojmë shumë suksese, ty, Gramshit, edhe kudo shkofsh në Arabi, në Turqi, pafsh më të mirat e tua për karrierën tënde edhe për familjen tënde. Shumë falenderojmë me zemër. Falenderojmë shumë Edonis, të lumtur që ishe pjesë e podcastit ton.
Të lumtur realisht fole kaq hapur dhe kaq bindse për çdo gjë, na pëlqeu pafund intervista, të jemi shumë mirë njohës, si ishe pjesë e Shumë kësaj super faleminderit. interviste. Inshallah dal me Gromshin kampion dhe Tirana Inshallah. siguron mbjetesën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju pafshim. E mbyllim këtë pjesë të parë. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të podcastit ton dhe fillojmë me Serie A me derbin e Milanos, Milan-Inter. Flak, polemika, tashi do ta gjejmë Marota Lig, Tare Lig, ta diskutojmë. Fulani Lig, që ajo ishte Gjitha, një ndeshje decisive, thash, decisive. Tani deri diku çapo shikoja që mund të ketë një hapje kampionati, se 7 pikë janë, ta kam thënë dhe para episodin e parë. Ai debati që kishim me ty, jo po sikur të bija avioni, shefti doli ra avioni. Okej, 7 pikë janë. ne kena bujark me bira, Okej, po e humbi kampionatin Interi, Po, ore ti shiko. fiton një ark, po e Po. fitoj Interi, unë fitoj një birë, kaq. Kaq e kemi. Ja, basti bukur ky. Po sa Shiko. 7 pikë janë shumë, Gero, gjithsesi. Nuk janë shumë. Interi ka 3 ndeshje të forta tani. Atalanta 1. Po Roma Milani me 2, çfarë ka Milani? Como 3. Po Milani? Unë po llogarisë dhe Napoli këtu. Po jo, Geri, jo tash. Ama se 11 pikë, 7 Mirë, pikë. okej. Tani e bu. Ne e vum bastin. Dëgjojeni këtë se këto janë të regjistruar këto gjona. Dëgjoj. Ishte bas shumë, miqësisht, domethënë, bas më të bukur se ky. nuk Dëshira ishte, mund të domethënë. ketë që edhe i Sassuolo sot po sigur të humbin gjithë to deri në fund të fitoj unë. Kjo është dëshirë, ju ke dëshirat. Po hyke, po edhe ne ke dëshirat po i Po, fusim. pra, po. Jo ke dëshirat. Po sa ashtu si po merrim fatet e kampionatit, mu pas një Inter dje që s'ishte kërkuar në fush. Di Marco ai shpërthyesi dje, nuk e pam kërkuar në fush. Apo pam një Milan, apo pam dhe këtë derbi, domethënë që ishte shumë Atëherë shumë me i lehtë, shumë- keneshja djeshme kam përshtypjen Gero deri në minutën e 35, 36 kur u bë goli, Mhm. ose një minutë para se të bëte goli ishte ai inkursioni aty të Mkhitaryanit. Ai rast, po, ishte Që ishte absolutisht rast cost to shumë i cost, fortë. shkoi nga mesi fushës, i shkoi deri ke turit e portierit ke Manjani, po gjujten Ajo ishte prishës domethënë ishte bësh gol. gjithë gjën dhe domethënë ta e prishësh në fund gjë. vetmja dinamike fort që nga minuta parë ishte kjo. Ishte dhe rasti Fofanas që mund t'i themi, po atë e shoh problematike shumë gjëra, Kjo- domethënë. kjo Atë e ishte- pas 2 raste, një që kishte përballë me portierin dhe një gjyje nga jashtë zonave pastaj që mund t'i quajmë. Dinamika parë e fort ishte kjo e Mkhitarjani. pastaj Jam okay. erdhi goli, që do thot deri para këtyre Po, dy më duket se rasteve. aksioni i radhës ishte goli Po pra, Milanit. goli Po, Milanit, po. po ideja ishte deri në këtë minutë ishte një ndeshje sterile, nuk u shifte. Po, Pas ishte ndeshje raste, gjumi. pa- Po, 20 minutat e para Thjesht ishin u gjumë. zgjun total. minutën e golit. Goli edhe nga ai që nuk e prisja. Estupinan u rikthye me gol. Oh. Atëherë ai Allegri fitoi kështu, më thoj se ai bas vogël, sepse Estupiniani ishte servit gjithë javës engas për derbin, sepse nuk ishte në kondicion fizik Bardesagi, ndërkohë në fund javë u bë Bardesagi. Dhe logjikisht mund të lutet Bardesagi, Po shiko, ai ai pas tërvitje, Bardesagi pas tërvitje. ai nguli këmbë Allegri se tha ky është përgatit fizikisht dhe mentalisht për derbin dhe nuk ndryshojnë. Qëndroi konqiz ke versioni E vet. futim fush edhe e fitoi basin, i boni gol në neshës. Për mu po, absolutisht, ishte goli ndeshjes, ishte ndeshje që mund të kishte shumë rezultate në fund, po doja t'u kapja edhe diku te ajo në thonjza kjo Marota Liga, po dje u duk si Tare Lig ose Fulani Lig, nga i rasti si, nuk e di në cilin konceptim e pe ti, po mua mu duk si dorë e hapur, në konceptin që ishte penalti. Tash ti ajo Vlen ishte për diskutim, absolutisht, por edhe maviolistët ishin shumë të ndam ke kjo. Mhm. Kurse për mendimin tim, ashtu si e shoh futbollin unë, ajo herë nuk është penalti, sepse pozicioni i Riçit, topi i erdhi diagonal. Nuk ishte se kishte përballë dhe krijoi volum me dorën, që thosh krijoi volum. dora ishte në lëvizje. Okej. Do vim, po hap pas hapi Gera. Okej. Domethënë indicia parë për arbitrat është kjo, që topi që të vjen e ke përballë dhe ti shton volumin, që i ze rrezën topit. Mhm. Një, që është
e penalizueshme. Ndërkohë Riçit i erdhi topi diagonal. Po nuk po justifikoj, po i erdhi topi diagonal, por pati lëvizjen e dorës. Dora ishte në lëvizje. Dora ishte në lëvizje, bëri 2 lëvizje, një që u hap pak pas e u mundu ta tërhiqte ta ishte. E po ç'është kjo atë po ta atë e kapa me dorë po më fal. Tani ideja është këtu që për ashtu Mora vesh që Avari nuk kishte kontakt fare me Doverin dhe këto faqet e Milanit në Shqipëri. Ideja ishte që ca gjëra që ky që ishte në VAR dje thonte që di nxirri një foto kur ka qenë i vogël ishte tifozë Milan. Po jo, më nuk ka lidhje këto gjëra, këto janë kështu Barceleta rrugësh, po jo, ajo që nuk baleta thoja ishte që si që shofën futbolin, për menimin tim, okej, atë mos e i penalti. Ama, duhet kemi i gjo parasysh, që si penaltia, do si rasti i Riçit, me atë lloj prekje, me aq kështu, 80-90% në Itali i kanë dhënë penalti të tilla. Jemi këtu. Dhe gabimi kryesor ishte që sa arbitri ishte në rregull me vetën, nuk i ra bilbilit, ama i ngeli gjithë pesha VAR-it. VAR-i duhet i thoshte stop, ka i preki me dorë, hajde shife. Dhe pastaj arbitrit merrte i vendim, mund të merrte prapë po të njëjtin vendim. Mund të thotë për mua jo, nuk është penalti, ose mund të jetë penalti. Po duke pa 2 gjëra, kush ishte lart në VAR, edhe kush ishte poshtë në fush, që ishte Doveri, ato nuk i hyn dot Doveri ti thonë orë ti, Doveri, hajde shive çik se ne pami gjë, se janë këto suditancat që i thonë këto në Itali. Ka shumë foto ti Doveri. Dhe për më tepër ishte minuta 92, ku dëgjon fuli neshës, don ishte shumë guximi mos tipi penalti. Për shembull unë diskutim me shok e thash që ky rast po të kishte 90 minuta 70-80, s'kishte po pas fare diskutim, hajde shive do të thëshim penalti, merre gjuhë e bota se bota më bet tjetër. Po që dalim ke ajo, pastaj tash se i bi që tash tullen tifozët e Interit dhe thon Tare Lig. Se deri pas që kishin këto faqe shqiptare që janë tu ato po diskutonin. Po deri djem na thoshin Marota Lig. Tash i bi themi Tare Lig. Nuk më bë shumë sens. Po që si shikon këtë pjesë më burse unë e shoh realisht, i shoh të ndar si tifozat e Milanit si tifozat e Interit. Po pse shef në palë tifozash bashkum ti gjë? Po jo, po mirë, po jo më se gjithë ndajnë si mas tifozerive. Po mirë, okay, po ky rivaliteti derbit historik, patjetër rivaliteti zjarrt. Po shikoja shumë tifozat Interit dje pse nuk kapenin sot ke Marota Lig thonin, pasi ky rasti ishte penalti në konjutacionin e tifozëve të Interit. Ajo çka u fol. Po pra i lindë drejta se derisa janë sulmuar për Marota Ligën, tash po janë sulmuar gjithë sezonin. Çfarë do të thonë kjo? Kjo ishte pak a shumë, po pash një derbi pak se prap u bënin as u bënin 4 pasime gjithë. Interi, Allegri rreshtoi shumë mirë. Rreshtoi shumë mirë mbrojtje, dihet Allegri për mbrojtjen e kopsit. Po. Edhe po çivu Interi mbrojtës duhet të ishte çik më precis. Interi shumë steril, pastaj nuk po pas Barelën jashtë forme. Duke pas edhe 2 sulmuesët kryesor jashtë, si Lautaron, si Turamin. Lautaro ishte thjesht në stol aty si emër, po nuk ishte kishte mundësinë tuaj këtë vizionte. Çapam fush ne, po që ekse lë më tepër për stimul. Nuk po e çante dot. Milani u mbrojt mirë. Më pëlqeu sidomos në ca momente gjatë mbrojtjes edhe dinamika e Modric, sepse ai me eksperiencën e vet e ditë 41 vjeç e ditë kur u desh bë presioni dhe kur jo. Por mua niveli më i lartë i mesfushës italiane ai është. Nëse do shihë Luka Modric di krahasoja me këto që janë tani në Itali, e pe dhe këtë ishte Sergio Ramos dje në... Po, e pash, kishte ardhur me pa neshën. Në mos gaboj ka kontakt me Milanin, po janë kështu në emër të Mercatos, po problemi është në Sergio Ramos, ja, nuk më mendoj se nuk është Allegri nga ato tipa që nuk më mërmenja, pastaj Sergio Ramos ka dhe i çik natyrë diçka sportive them unë. Natyrë loje, si ta mori Milani, Sergio Ramos vështirë. Pastaj jo, janë fakte që flasin, janë media që flasin, janë portalet ndryshme që flasin, që thonë për një kalim të Sergio Ramosit te Milani. Po kaloi unë Gero them herë në 3 neshje i del me të kuqe në Itali. Se atje ke Reali bote çik qef se ja myllshin i sy. Se Sergio Ramos ka bëu lloj-lloj gjonash e dimo që shumë rëzi fort, po nuk harroj një, se më kujtohet tani. Barça Real atëre,
ka qenë një faull. Atëherë kur doli ndeshja 5-0 me Barcelona Real, ka qenë një faull i rënd me Messi. Po pra, ne po them. Po Ndeshja ishte 5-0, kishte marrë gol. Nuk është përpos kësajt, nuk është se Milan nuk do e mori për kësajt, po janë edhe dinamika tjera, mosha etj. Jo, e meritoi fitoren. Milani sido që shkoi dhe u ndosh ndeshja, 3 pikë u meritua. Deri minutë 92 duke heqë po e lëm pending të penaltis, po don gjithë neshën ishte në rregull, boni golin, u mbrojt mirë. Ai lao me ato pati rast mirë, po që e hapi shumë diagonalen e shoh nxori shumë jashtë. Varet nga pozicion. Jo, është ajo që kam thonë, në qendër ai çalon. Po, nuk e vërtetë është. Nuk jep shumë në qendër. Të dje po diskutonin me mundohet bëj sponde gjëra, po nuk është në natyrën e vet. Nuk është në dje duke parë derbin me Ruggiero na erdhi një foto shumë e bukur. Ajo që ka unë të dërgova ishte për mua një nga fotot e kemi vënë këtu pinë te Instagrami jon tani, mund ta shikoni. Na erdhi shumë një foto shumë e bukur nga San Siro, nga qenë vetëm për vetëm sportin, domethënë ishte kjo fotografi e vetëm sport podcast, domethënë ishte një perë shumë e bukur. Mua më pëlqeu realisht shumë. I falenderoj shumë çunat, vjen nga tifozat atyre që erdhën me 3 pikët. Nga tifozat e Milanit që realisht doja t'i vlerësoj dhe t'i falenderoj shumë. Stadiumi ishte siç e pam ishte në full capacity dhe doja t'i falenderoj shumë për foton dhe që menduan për podcastin ton. Falenderojmë çunat për mbështetjen dhe për reklamën që na bën falas. Këtu ke kjo, s'kemi çfarë themi më. Nuk ishte se ishte një ndeshje me një nivel qartë, po që kaloi, u bë derbi i disat që Interi humbet me Milanin, siç që i periudhë tjetër që sfitonte Milani me Interin, tash është kthy invers. Ka nuk e di 5 neshje, 6 neshje sa ka Milani. Jo, po duket për ndeshjet 7 që fiton Milani, është kthy në një rebound që i është bërë ngërç Milanit. Pas ka qenë problem pa Andre Pioli. Po që jo, që nga ikja Pioli të filloi të ardhë, ishte ai trajneri tjetër që morën nga Porto, edhe ai sa ishte ke Milani e mundi 2 herë në Superkupën e Ligës. Conceição që nezi Puron kur fitoi atë Superkupën, pastaj shkoi Gërdec brapa. E hoqën. Jo, shiko, për ndeshjet me Interin ishte i mirë. Po nesër më nuk. Okej. Problemi është gjithë curia. Do të pyesja Biles. Është edhe statistik tjetër se tash Interin e gjykoj njerëzit humi me nuk ka fituar asnjë ndeshje të madhe. Një sekond, humi me Bodon, humi me këtë. Ideja është po flasim për kampionatin. E diti çfarë statistike ka Interi vetëm ndeshjet kampionat? Ka 15 ndeshje, 14 fitore i barazim. E kuptoti? Me 100 duke luajt? Shiko. Dhe erdhi kjo humja sot. Domethënë par diçka. Prandaj është aty ku është më aq pikë diferencë. Do të shikoj një diçka. Interi nuk ka mundur asnjë ekip madh. Përveç mund ta quajnë në thonjë za Romën, të tjerat nuk i ka mundur. Napolin 2 ndeshje nuk e mundi. Me Milanin 2 ndeshje u mund. Ka fituar me Juven u mund 2 herë. Jo, fitoi me Juve 1 ndeshje dhe humbi 1 ndeshje tjetër, po pjesën më të madhe të ekipeve të rënda, Interi nuk ka ditur ta ruaj fanellën e rëndë. Po mirë, mund të ketë lënë pika aty, po këto të tjerët kanë çedu me këto të voglat. Atë që ka bë kurse këto të voglat Interi ka marrë rul. Se në fund të ditës kur do i ka shkel to të voglat. Tiriamo leso me thon italian fund kampionatit që maro kampionati, kush deli pari? Deli pari, pse? Sepse ka rraf 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Doja të pyesja, e shef të hapur kampionatin? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk po janë 7 pikë, po. Po janë 7. Ashtu ishte edhe vjet Interi. Atëherë duhet bëj Interi 2 humja rreshtëra dhe Atalanta dhe tjetë prapi pikë para. Atalanta, pa çka barazimit që bëri. Po ka dhe Milani ndeshje të forta, ka me Juven, ka me Komën, duket ka me Atalantën, me Napoli. Edhe Milani e ka kalendarin e rënd. Tash nuk mund ta bëjmë Milanin fitues me gjitha këto. Mes një Allegri dhe Interi me një Kivu, zgjedh Allegrin.
Duke ditur stimulin që t'jep Allegri për kampionat, nuk ta jep Kipu. Është gjë tjetër, po unë shoh shumë pamundur që të rihapet lufta. Me Napolin është 11, e di. Po Milan mund të ketë çik luftë ke 7 pikë. Se di, e shoh shumë të vështirë. Nëse kalojmë edhe ke ndeshja tjetër, Napoli-Torino 2-1. Po. Unë them ruajmë pikët për zonën 4. Rikthehet me gol Elmazi. Rikthime me pesh De Bruyne Anguissa, edhe Ojlundi vazhdon ato më gjendje gjumi, domethënë që çdo ndeshje nuk më pëlqen, ma shpif, nuk më ngjit më detar, nuk më krijon më siguri në sulm Ojlundi. Po e shoh neshe për neshe, nuk e ka atë stabilitetin, ka atë përqendrimin, domethënë që vetëm hap topa tek Vergara vazhdon me atë gjendjen e tij utopike. Po më pëlqen ky Alisson Santos. Po, atë golin e Qaoi. Shumë i bukur. Se të shkruajta në WhatsApp, ma thash ky gol ala Neymar. Iso e bën. Siç bota Neymar, flap, çop e gjudëm shtyllë parë edhe gol. Po lexoja në media që ka kontakte me kombëtarën e Brazilit, Ancelotti vlerëson. Po, shpreson se është vraj Rodrigo më duket. Po. Edhe shpreson kombëtare, nuk e dim. Varet për tu pa është. Po më në fund u kthy De Bruyne. Kishte qysh smart man kur u vra, edhe u fut minutat e para doon që luajti mas kaq kohë dëmtimesh. Edhe jo, mu duk mirë. Mu duk mirë duke ditë që vjen nga një dëmtim i gjatë, por shumë më i vakët mu duk Anguissaja që ka një muaj e pak. Anguissaja ka edhe probleme që nuk po flet klubi. Mu duk ka probleme në shpinë. Mu duk më i vakët. Që nuk po flet. Por që ti kthehemi asaj që thoje ti pse qahet Conte, atëherë kur ka filluar kampionati, un jam prapë për Conte out, jena. Okej, ti vazhdo me Conte out, unë po t'jap këtë të dhënën tjetër. Qa do arrisi Conte më burr tani, do dasim kaçe. Kaçe ka të vet Napoli me këto yje që ka. Duhet ishte 15 pikë para në gjithë ekipeve tjera me këtë ekip që ka Napoli. Me këto yje që i ka të vram, jo që i ka. Me këto yje që i ka të vram. Sepse edhe Jerger Mamenti kur filloi kampionati, kush ishte parulla që doli për Napolin? Fabuloso 4. 4 të famshmit që ishin McTominay, me fushfa, De Bruyne, Anguissa, Lobotka. Ty t'u vra ai De Bruyne, nuk e ma men sa vjeç ke qenë ti kur t'u vra De Bruyne. Kaq kohë. Më pas ky jam dakord. Më pas të fillun dëmtimet e tjera që i herë t'u vriqin 2, t'u kthete njoni, t'u vrisë i tjetër dhe ti nuk e lujt asnjëherë. Dhe derisa arrite para 2 neshësh, momenti kishin e një nga këto të 4 mes fush. Mes fush, kishim Elmazin bro. Jo, nga këto të 4 kishin e një mes fush. Vetëm Jo, vetëm, sketchin vetëm, kishin e një. Jo, ishte se u dëmdo. Po, ta një. them unë pse vin këto 4 dëmtimet që po nuk ka rëndësi pse vin, sepse jo, jo se vjen nga servitja Conte. Po nuk shtim dot fall për atë. Po mirë, po vjet, nuk ishte Conte vjet. Po prap kishte. Jo, po sa këtë vit. Po luante për një kompeticion, tani që luan për shumë kompeticione ky njeriu nuk di të menaxhoj. Po jo, më sa ndeshje bën atje, pas ke bën 7 ndeshje më shumë. Në Champions? Po ja përse ditet menaxhoi ti për këti thyu një rekord negativ Napoli që dolin vend 30, vetëm për këti Contes. Ti nuk është se ke dalë në gjysmëfinale Championsit dhe vëllai e rëndu me neshje. Me Spalletin dhe ku dole? Dole deri në 8 pra? Po diskutojmë dëmtimet. Po diskutojmë dëmtimet. Vjet nuk kishe dëmtime. Po me Spalletin pra s'ke pas dëmtime fare, mund të kesh pas dëmtime të vogla, minimale, që u dëmtua vetëm një herë Osimhen që pati atë kontaktin me Skriniarin. Edhe me Kvaratskhelia që u dëmtu një herë. Tjera nuk pate. Mirë pra mirë. Po stërvitja e rënd e këtij njeriu nuk ka të bëjë vetëm stërvitja. Dhe Sedra ka që rënd. Që vazhdon aty të vazhdoj me gazetarët, pse nuk del një pyetje, pse nuk del konferenca shtyp Conte? Po jo, herën e parafundit kur ishte. Jo, nuk pati. Ishte për episodin që pati del për arbitrave pra se është. Po pra se pati episod, Okej. Pati episod pra dhe nuk deshte, s'deshte më nga ta rrugë dhe nuk doli. Nese, po i bi që me rikthimin e këtyre, një javët në vazhdim, qofse kthehet dhe Lobotka dhe McTominay, kthehet mes fusha që ti ke që ti ndërtove. Për kampion? Po. O gerë, unë nuk shoh
as Milanin që është përpara kampion. Çfarë fletë burr? Po 7 pikë janë më. Po sa ndeshje janë atëherë? 10 ndeshje. Sa ndeshje? 10 ndeshje. Po dhe Interi do humbi të gjitha. Po ka 3 ndeshje të forta pra ta thash më. Po ta gëzosh arkën e birrës, burr. Çat Po, të vllai mirë, aty okay. tash, jo Gero. Këto janë muhabete kështu kur ze gjumi dhe shef Po jo më ëndra. nuk po pse unë- gjumi shef ëndra. Unë si tifoz i Ore. Napoli, s'du të dalë Napoli kampion. Absolutisht Unë i shoh po gjonat unë më. me kom tokë ger. Ua. Po jo, se ke shiko, ma. gabim burr. Po edhe vjet më parë Inter ishte dolëm ne kampion. Dëgjoj, të E pe Optan, ç'a tha? të tregoj, Opta tha del Napoli kampion. Bravo. dëgjoj, do të tregoj një Okay. kështu. Një anekdot. Jo anekdot, po histori Ha. afërsisht e ngjashme si me jonën. Kam një shokun, një kolegun tim është tifoz me Juventusin ai. Mhm. E kuptoj vetë se për kë e kam. Edhe po ka qenë vitet kur Juve ishte shumë dobët që shkote vend 7, nuk e di me ato Ferraren, me se çpat sa i periudhë shumë të keq atëherë. Edhe mbote llogari ky shoku im, siç po i boti tash, "Gjo, po tumi ky, po edhe fillot edhe, "Gjo, po tumi këtu, tumi ky, Po tumi si ai." bëhen ato për burr me lapse letër bëhen. Po pra, po me lapsin tat, kuptoti? Ai bote me lapsin e Juve, siç i boti me lapsin e Po jo po i Napolit. bëjmë me lapsin e thjesht. Po pra, Atalanta Inter. Ha. po mirë pra si thotë, kush fiton Atalanta? Po. A po mirë. Po do luaj Atalanta më burr se do japi nivelin e vet. Pastaj. Po ti e di Atalanta shumë mirë Milan, se kush si është- fiton? Do fitoj atë. Po ja, do shikoj. Gero, se dëgjoj. ndodhi këtu, ja. Male se male për gjysë histori, Fal, një se është sekond. Inter- Okej, Një po, sekond. Edhe fal. bote llogari ky shoku im, Aha. e di vetë ai për çin e kam unë. Edhe unë jo se kisha i not se pse ishte me Juve, po i thosha, "O ti, se nuk bëhet llogaria kështu, se nuk do fitosh vetëm ti", i thoja. Edhe bote llogarit. Ne do fitojmë 1, 2, 3, 4, 5, kjo këtu do humi me këtë, kjo këtu do humi me këtë, kjo këtu. Edhe ai kur e kujto tash i qeshim bashkë, se llogarit në futboll nuk bëhen kështu Gero. Duhet shohësh kush ekip është, Janë taktikë. sa diferencë pikësh ka, se mund të shkojmë ai Milani mund të humi 2 neshje, se po të them unë siç fantazoti që Interi do rrifë 3 neshje, unë po them do humi ai Milani 2 neshje dhe Interi shkot 17 pikë Jena pra këtu. fuskatur. Nuk e gjet dot. Ne llogarisim logjikën me 7 pikë. Ta thash. Janë mos të menaxhueshme për Më Interi fal. që është ekipi mirë. Më fal, Se po që të e ishte një ekip i rastishëm vend parë dhe prit se është Mund Milani t'ishte vend dytë, çik, rivalitet. mund ta kapte. Po. Shiko. Inter Atalanta, Fiorentina Inter. Ha. Fiorentina do luaj pikët e veta se nuk e lën njeri në botë Fiorentinën që trozohet për kategorie. Gero, pikët Se e është veta, ekip- pikët e veta do i luajnë gjitha kush janë për të shpëtuar, do i luajnë si me Milanin, si me Juven, si me Napoli, si me Atëre, Interin. Fiorentina do t'i luaj çdo ekipit fort që t'i marri sado pak, pik. Po Milanit nuk do i luaj asnjë, do Milani e Do kemi t'i- qitë shu. Po I jo, kena më duke shtru pa ndryshe. autostradën edhe. Po jo, duke edhe pa duket ndryshe. Milani. Po ja më t'i shohim në ndeshjet e Milanit të burr. Ja t'i shohim ndeshjet e Milanit. Milani ka Lazio jashtë, që Lazio është në pikë të Po hallit. pse është Fiorentina më mirë se Lazio? Milan Këtu, Fiorentina është më mirë se Lazio? Do më thonë, Fiorentina e rref Interin. Tani, diti problemet në brëndja të Lazios, Ore, po i hym tu. s'ka rëndësi, Brëndësi kanë probleme momentalisht, me financat, kanë probleme me momentalisht. trajnerin, kanë probleme me lojtarët brënda, ka shumë probleme Lazio. Ore, mund të ketë, po Fiorentina s'ka probleme? Ishte vrarë dhe Moise Kintu me sa pash. S'ka probleme Fiorentina. Ore, ka shumë, por problemi është në krahasim me Lazio, unë vendos pak më shumë, pa çka pikëve që janë tani, unë vendos pak më shumë në aneksim. Milan Torino në pa me Napolin që shdatë, më dhe. Napoli Milan. Napoli Milan e kaloi shu, do ne, Milan do në rafi dhe ne. Autostradë, jo. O Gero, tashi, Okej. mos me rruga urën dhe t'i shtrosh rrugën Milanit të burë. Duel e shoh. O, Unë e harroje shoh të burr hapur tashi. kampionatin 7 pikë. Regjistrojeni këtë pjesën se kështu do të dali. Mirë, dakor. Okej. Jena. Kalojmë ke Atalanta Udinese. E ndeshje vagë tu Tu pasha. e qyta i qik blof mos se kështë bindje thash Atalanta do i vetë fort atit vagonit Championsit me prish në i punë aty, po Ore, kishte edhe kartona këtu shumë. po dështoj. Pas, po kjo Atalanta. E shpëtoi Skamaka me ato 2 golat. Në fund bam Ndeshja bam. shkoi 0-2 për Udinese, pasha dhe Zaniolon, top form të mirë. Na lujti edhe Gjimshiti on, po 3 minuta u fut nga funi. Duket se ka kontakte U fut me dëmtimi. atë Është pjesë dëmtimi, po shpresoj inshallah jo te pjesa me kombëtaren pastaj. po pra inshallah nuk ka një problem më të gjatë edhe tjetra kush ishte? Cagliari Como. Cagliari Como. Como do luaj Champions League?
Koma po vazhdo, Është shka vend të katërt. Se e Tolovidi e prishi punën Roma që humbi. E u botu i lomsh tash që Jo, unë e shoh të thash. Diti ka që Koma shoh një super trajner që ngriti një super ekip, me ke thënë ti, biles. Atë pjesën që ke Como, kur hapë formacionin e Komës nuk njeh njëri. Po sheve ja, kush boni gol, Baturina dhe Dakunja. Pa mo janë më të mirët ke Koma ato. Don dy nga më të mirët, se Koma ka shumë... Pasha atë Niko Paz, atë njeri, dhe më thënë që ka kontakte nga gjithë Europa, po mos harrojmë që lojtari është akoma jo në pronësi të Realit, por lojtari shitet aq sa do Reali Madridit. Po pra, ka me drejt riblerje pra Reali Madridit, që kështu... Kështu i bën gjithë kjo treqegun lojtarëve. Po tash tjetër, po ngret Fiorentino Perez, po tha e du. Ka marru, po. Vetëm me një lojtar si ka vli aty. Siç bë merkaton e i Paris Saint-Germainit, që pra i çohet mjes. A ka fair play atje, po bursa, sa kuptoj, po. Po nese më është histori e gjatë. Ai çohet mjes me gazetën dhe shef në lojtar, thot tu pikave, i thot jo, ma bie çite këtu, edhe Okej. Normal që mund t'i Niko Paz nga Atalanta, se s'kan fuqi ekonomike për t'i majt. Kuptova. Okej. Juventus Pisa këtu rezultati pastër, dominim total i Juventusit. Jo, në pjesë parë jo. Pjesë të dytë, se pjesën e parë vujti pak për gjetë golin. E pash Juventus. Vazhdo problemi i Juventusit me atë sulmin, me Pykën. David. Ai Davids nuk nxitës. Po shoh që ka zëvendësu, minutë 46, ka kalu Boga. Po pra. Edhe Kelly. Ka zëvendësu me Gatin pastaj, po shoh që David ka qenë basti rënd i trajnerit që ishte te Juvia. Po shoh që është po qet dhe basti rënd me Spalletin, se Spalletti nuk i do këto lojtarët që i bëjnë këto minimalësie gjona. I zhduk Spalletti, i heq kollaj. Si nën rreshta Spalletti tjetë për Spallettin, me Davidsin që s'jep as i gjo, i thot David si do vish, do rish vetëm stërvitje, po do bësh murin kur gjynen se këto. Se s'po jep as i gjo. Po, është shumë e vërtet. Cambiaso se gjynov Juvja gjithë paraqitje 52 dhe po të shovësh golet, ka bo Cambiaso, Turam, Yildiz edhe Boga në fund. Po. Shiko, po shoh një Yildiz. Yildiz që është top player. Po unë të kam thonë, ai është... Po. Ai vje erë futbol ke Juvja, tjerë kanë lojtar normal. Mendon se do ketë ndonjë kontakt jashtë Juventusit? Jo. Kontakt ka drejt ta kontaktoj kushtet aty, po nuk e shet Juvja, harroje shekopsit me kjo, të siguroj unë për këtë. Nuk e shet Juvja. Nuk e shet sepse do e ndërtoj si Fiorentino Perez. Që të hap më fal, për Paris Saint-Germain që i hap gazetën Juvja nuk është në atë gjendje, kupton, nuk është Atalanta, që Atalanta pat punë, po rrit lojtar shiti. Kurse Juvja nuk bin atë batak që një yll që ka, që prezumohet është e ardhmja Del Piero arshëm, ta ashesi. Pra ne po them që nuk ka shanse. Ndeshja tjetër ishte Genoa-Roma. Këtu të përshikonim surprizë, po që e pam bashkë, surprizë e Genovës. Kjo ishte një surprizë, po e pas ndeshje shumë të vujtme nga Roma dhe ky Gasperini që këtë punë ka ky. Lobon ngren skuadrën deri në një nivel, e luan ato Champions League, e bën vit për vit mirë, por në fund gjen ato gabime. 10 ndeshjet e fundit e ka ky gjithmonë. Gasperini fillo gabon. Më varet tash. Gjithë këtë sezonin i lodhen lojtarët. Mund ta quajmë hap falls, po që i prishi punë sepse u bashkuan bashkë Juventus, Como, Roma, janë aty me i pikë të gjitha. Napoli fitoi u shkput. Po, e shoh pak si në thonjza mund t'i them çari Napoli di kësaj jave, domethënë. Po, ke këto se shoh një shkëputje të lehtë me 5 pikë. 6 pikë nga Juventusi, 5 pikë Napoli nga Como, që është e katërta barazim me Romën. Do bëhet i kam pas thoni shoku timun, do bëhet asja e konga me karrige. I karrige, kur pushë konga, kush ta dhe venin, ai shohim ka qenë me Milanin, po vite përpara. A e shef si mundësi që të ketë 5 skuadra Italia përfaqësuese në Champions? Po deri tash s'ka gjën vjer, edhe vështirë që për këtë vit. Të paktën me mund të jetë shërbysa me rankun që është deri tash nuk ka shans. Në vërtet. Nuk kemi. Në vërtet. Këto kishin për Serie A.
mos u mërzisni ju tifozat as të Milanit as Interit, jo ishte penalti ose ishte, gjithse kush i ka menimin e vet. Po Na besëtoni për me mu komente. duhet ta jepte penalti siç ka dhënë shumë tjera. Po. Ore, unë jam dakord me të thash, ajo ishte penalti. Gjithë javës merrni me Marota Lig ose Tare Lig. Okej, jena. Tash kalemi çike Copa del Rey. Sa ndeshje bukur ishte. Ajo ishte super ndeshje, Barcelona Atletico Madrid. Barcelona vite pas humbjes thellë ndeshjen e parë në Madrid, 4-0 dhe kishte kështu i Bernal, Jafinha, Bernal. Qa është ky molla? Edhe shkoj deri ke 3-0 shkoj, po Mark Bernal, 18 vjeç. I mungoi goli i fundit. Ruggiero 18 vjeç Bernal. Po Spanja janë agjendat që nxjerr Barcelona, ajo Spanja dhe Akademia Barcelonës nga më të mira. Kryesisht këto kalamojt i udh në fush edhe thot luaj vlla, kurse në Itali po s'doli qimja që të ruhesh mirë me brisk. Një pio pra. Nuk të fut mirë në fush. Jo po 17 vjeç, po 18 vjeç, çovin kështu thon rri aty herë se ke kodi. Jo. Maro ushtrinë, bo universitetin, bo stazha ku dëgjoj. Jo, mua m'pëlqeu Barcelona dha shumë, po duke parë të stilin e këtij Simeones, dhe pse ishte jashtë i kërkonte tifozëve të Atletico stimul. Po shumë e fortë u bën nesha. Mua m'pëlqeu, realisht m'pëlqeu ishte ndeshje. Unë aty për shumë se e kam qef dhe Simeonën si Argentinas që është, me unë jam me Argentinën, po Barcelonën që e kam pas djekë për mesit, po me qef e kisha thash të bëjde i gëll Barcelona, e të qifsha shtesat. Kush do kishte takatin më të madh pastaj. Po që ashtu si shkoja jo, në qofë se e ma me momenti që i ra Bilbilit ai, u bo, ke parasysh kur kena pat sa meme kështu që ka ra Rufeja më fush duke lutë futbol, sa i ra Bilbilit ai, ashtu ushtrin gjithë, si të Atletikos, si të Barcelonës të sfilit. Futboll me shumë ritëm, shumë e bukur. Njena. Kurse ndeshja tjetër pastaj analoge Kupa Italisë ishte komo ime. Loje vagët pa ritëm, ajo ishte. Ajo ishte shëtitje. Po shikoja diçka bastonin e vëshëllën shumë. Pa mi me bastonin të vazhdojnë ta vazhdojnë ato. Dyshoj kombëtarën shumë atë lloj njeriu se më duket se nuk po e dojnë. Nuk ka lidhje fare me kombëtarën e ose sa ato të kualifikohen njerë, se po kualifikuan për botnore, harrojnë pastaj ato, jo po u hudh bastoni, jo po hajde të fitojmë botnorin. Është ky si pishin, më është ky si meme. Tu e kam unë, atë pjesën e... Nuk ka lidhje, po kjo Como Inter ishte neshe kështu e vakët... Pas ishte i rast, i vetmi rast që ishte e krijoi lojtari kosovar Vojvoda. Vetëm ai që ishte i rast që topi ishte prap. Ishte ato të dy ekipet më shumë po lunin, kështu që hajde shtyp këto minuta se kena neshën tjetër ku për plasa e zgjidhim. Po. U bëj neshë kështu shumë boring, nuk u shifte fare. E pe pak unë pash gati një 30 minuta, nuk pëlqeu e hoqja ndrova se mu duk kështu si shumë neshë multi. Tashit kalim pak ke Premier League. A çapo shoftu 4 ekipe për zonën Champions. United, Aston Villa, Chelsea, Liverpool. Këtu shof, duke parë rendimentet e lojtarëve mund shof United Chelsea shof unë. Edhe pse atë Michael Carrick e di që s'ta mbusha të syrin, po shof United Chelsea, Liverpooli nuk e fus këtë vit, ka një trajner problematik thënë. Ai Sloti nuk më ngjit fare. Po fare më. Ishte minutë 94 të vit që pëson gol, e kupton? Gomez edhe Andre nga Wolves dhe për Liverpoolin shënon vetëm Salah pas 5 minuta. Që ka filluar të aktivizoj tani se nuk është se ka pas në refene. Mu më boni përshtypje më shumë edhe sikur mos kishe pasi neshe, po të hapshe atë tabelën e nesheve, çifshe barazimin e Cityt. Kuptot? Domethënë, o zoti City. Ç'a po bën se ti kampionati, se Arsenali fitoi. Edhe e ndërlikoi çik me atë barazimin me Nottingham Forest. 2-2 ishte neshe që City duhet ta fitonte atë, ti rrite si thonë atë gulçime ke qava Arsenalit, se ndryshe po shkput Arsenali pastaj ka dhe më eufori. Savinho është një lojtar që po mbështet City, po prap nuk ka Semenyo, ndjes. Semenyo ke City po bën një formë mirë, Ganezi Semenyo që po ecën mirë me City, City jep shans për shkëputje Arsenalit pas barazimit dhe thellohet distanca në mos gaboj 7-6 pikë, jo janë, po 7 pikë.
Arsenali me City janë 7 pikë, ndeshjet barabarta. Jo. Jo. Një ndeshje më shumë Arsenali. Ka Arsenali ndeshje. 4 pikë, po prap. Jo, ishte shkëputje. Është si puna Italis. Ishte shkëputje. Tjetër kemi Newcastle United 2-1. Pas kartoni kuq prishi ndeshjen në Ramsey, minutë 41, po edhe pse prap erdhi një gol me penalti nga Gordon. Ai është sulmues me vërtet shumë i fortë. Po duke parë edhe këto pak javë që kanë ngel, them se Newcastle nuk do rivalizojë dhe nuk është se se di si lujti kaq shumë kundër United, kur shoh që nuk ka asnjë përgupim, është vetëm 39 pikë dhe nuk është se e lu shumë të pjesën e Championship, se nuk e kap dot, se më e lehta është 51 pikë, jo, 39 është. Kalojmë edhe ke La Liga, ke këto ndeshjet Celta Vigo, Real Madrid 1-2. 1-2 Reali. Gol minutë funit. Don shtes. Valverde. I ra, domethënë, ajo ishte kështu me devijim top rrjet. Po jo, fati Realit që në atë pozicion ishte Valverde, sepse Valverde është lojtar që nuk pyet, domethënë pozicionin, largësinë, ka dënësi me lojtar në zonë, ai gjulla. Dhe po të ishte lojtar tjetër, mos ishte Valverde, thjesht dhe stopote, do shifte në krah ku ta shty, ku ta bëj. Valverde, ashtu si hyje javi komën, devijim një gol mori 3 pikë. Janë dhe mungesat, shoh që Mbappé s'ka qenë lojë dhe ka qenë një dysh fallës. Ka qenë Brahim Diaz që luante. S'ka qenë Mbappé. Vinicius jashtë forme, luan me se njo fare këtë lojtar, luan me Realin ky seriozisht pitark. Nuk e kishte dëgjuar kurrë. Çfarë ndodh? Okej. Rregull, do të vazhdon Reali, domethënë një formë. Okej. Bilbao me Barcelonën, shënoja mal 0-1. Unë do të kapi çike kjo. Osasuna Mallorca, shikojnë me Muriqi, po jep shumë mirë dhe këto e shohin si pirati i ekipit, do pjetë dhe po përpiqet. Nuk e di sa 17 gola, 18 gola, sa ka shkuar. Ja, dhe shikojmë, Muriqi mos gaboj, ka shkuar. Është i dyti, 18 gola. 18 gola, po, është në vendin e dytë. Rivalizon Mbappé me 23. Dhe është me 18 Muriqi, po e shoh se mund të piratohet si pirati, mund të piratohet mirë nga këto ekipet e tjera. Gjendje mirë. Edhe e mbyllim dhe me këtë Bilbao në Barcelonën, që tham. Po, vazhdojmë tani me Barcelona boni detyrën 0-1, shënoja mal. Nuk është se pash në një kështu dominim kështu të frikshëm, po që e ruajti distancën. Pashi nxori një gol shumë i bukur për të vendosur në kornizë Jamali. Jamali mori për dorë edhe këtë javë Barcelonën, tregoi edhe herë atë stimulin dhe bëri një gol fantastik. Edhe Barcelona 3 pikë dhe 4 pikë distancë. Okej, këto besoj ishin për sot. Nuk e dia u kënaqet as u kënaqet. Debatoni tash i ziuni, keni avantazhin me bo sherrin për derbin. Vazhdoni me komente aty. Do vazhdoj historia si gjithmonë, pa ndërprerje. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe si përfundim desha të falenderoj edhe një herë sponsorat tan, Autohocket, Terracotta, Berber Kings dhe Flobes Park. Shumë faleminderit sepse pa mbështetjen tuaj ky emision nuk zhvillohet. Atëherë takohemi javës tjetër. Ju falenderoj që na ndoqët, mos harroni subscribe, like dhe sa më shumë komente në video tona. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen. Natën e mirë.